Mirëmëngjesi Librazhi, Librazhi zemrës time, si ju kam gjithve në këtë ditë bukur me diell. Sa shumë krenari kur e shoh të sheshin plot përmbushur, se i dashur kryeministër, kur thua Librazh ke thënë Partia Socialiste. Kur thua Partia Socialiste ke thënë Librazh. Dua t'ju dëgjoj fort, se e di që ky qytet e mbështet Edi Ramën me zemër, me shpirt. E di shumë mirë që kur themi Partia Socialiste në këtë qytet ngrihen zemrat mal. Mal gjithë bashk. Sot shoh fytyra këtu që i kam takuar gjatë kësaj periudhe, shoh shumë zemra që na kanë mbështetur, na kanë dhënë kurajo për të ecur përpara. Me çdo fytyrë, me çdo buzëqeshje, me çdo përqafim që kemi marrë gjatë kësaj periudhe. Unë e di që dikur në 2013, kur kaloja në Librazh, ishte thjesht një pikë në hart. Sot Librazh ka marrë jetë, sot Librazh ka marrë frym, ka marrë investime, ka marrë zhvillim. Ky është Librazh që ne duam. Ky është Librazh që ne meritojmë. Dhe këtë punë sigurisht e ka bërë vetëm një emër, e ka bërë vetëm një parti. Edi Rama dhe Partia Socialiste. Sot fjalët mund t'ishin shumëta, listimet e investimeve, punëve të njëra që janë bërë mund t'ishin pafund, mund t'ju mbaja këtu nga mëngjesi deri në darkët, por e di shumë mirë që ne edhe më shumë presim. Zoti kryeministër, Librazhit i kemi detyra për t'i bërë dhe besoj që këto do t'ja arrijmë së bashku. Një super duartroqitje për të mirëpritur atë që ne gjithë duam. Edi Rama dhe Partia Socialiste, mirëpresim kryeministrin e Shqipërisë, kryetarin e Partisë Socialiste. Dua t'ju shoh gjithëve në këmbë. Mirëpresim kryeministrin. Mirëmëngjes gjithëve. Mirëmëngjes gjithëve. Ju kërkoj ndjesë për këto minuta vonesë, por kam ardhur me shumë frikë sot. Kam ardhur me shumë frikë edhe gati isha duke u kthy mbrapsh se ka dalë njëri kënej që do në hajt gjallë. Edhe thash mi pos nuk e shoh gjëkundja dhe. Sot kemi dhe një takim të madh për mbyllës në Elbasan. Edhe ju falenderoj shumë që jeni kaq shumë tu se duke ju pa kaq shumë edhe mua më del pak frika. Më del pak frika se ai kur thot do ham, ai ha me gjithmen. Po sot këtu dua t'ju marr pak kohë për të bërë një pasqyrë të çfarë duhet mbajtur parasysh mbi Shqipërinë sot, edhe çfarë kemi të gjitha arsyet besojmë se do të bëjmë në vijim për Shqipërinë nesër. Kështu që shpresoj dhe uroj durimin tuaj, nuk po zgjatem, po hy në temë, duke ju thënë në fillim që ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe është e domosdoshme që ne të bëjmë gjitha përpjekjet që çdo shqiptare, çdo prind, çdo gjysh, çdo djalë, vajzë, çdo kush që ka të drejtën e votës, edhe pse akoma mund të jetë
ngurrues edhe pse mund të jetë krejt në anën tjetër, të bindet që në 11 maj duhet të bashkohet, sepse tani më shumica e shqiptarëve e din shumë mirë se çfarë do të bëjnë në 11 maj, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që vendi po shkon drejtim në dur, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që ekonomia po përmirësohet vijimësisht, do të jetë ende më mirë në vitet në vijim, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që e gjitha kjo ka ardhur nga mbështetja për Partinë Socialiste dhe të gjitha ato që presim dhe që duam do të vinë duke u mbështetur tek njëri tjetri me Partinë Socialiste. Këtu janë disa dhëna shumë të përmbledhura të ekonomisë, edhe duhet ta filloj nga prodhimi. Prodhimi, sa prodhon një vend? Është një vlerë e matshme. Gjithçka një vend prodhon hyn në prodhimin e përgjithshëm kombëtar, prodhimi i brendshëm bruto që quhet. Dhe me këtë prodhim matet edhe pesha e një vendi, matet edhe kapaciteti i tij ekonomik dhe financiar. Prodhimi kur ne morëm detyrën ishte 19 miliardë euro, i gjithçka që prodhon Shqipëria. Sot është mbi 25 miliardë euro. Dhe në Shqipërinë 2030 do të shkojë 35 miliardë euro. Pra jemi 2 herë gjysmë më lart se ç'ishim dhe për këtë na është dashur vetëm një dekadë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek një dhënë që tregon se si jemi rritur ne në raport me gjithë fqinjët tanë. Pra si është rrit prodhimi i brendshëm i Shqipërisë dhe si është rrit prodhimi i brendshëm në vendet fqinje këtu në Ballkan. Shikoni sa i ka rritë Shqipëria prodhimin e brendshëm në këto mandate të qeverisjes sonë dhe kjo është mesatarja e vendeve të tjera të Ballkanit. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të ardhurat për frym. E kemi gjetur vendin me 3.300 euro për frym në vit. Sot jemi në 10.324 euro dhe do të shkojmë në 15.000 euro në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Këtu jemi tek borxhi. Kemi gjetë një situatë shumë të rëndë me shumë borxhe dhe një situatë të rrezikshme. Nuk ndodhi hataja dhe prandaj edhe askush nuk e mban kokën mbrapa, por unë po ju them që kur shqiptarët u bën bashkë për të na dhënë besimin dhe për t'i nxjerrë jashtë bufin me kënetën nga zyrat e shtetit në 2013, e kanë kapur Shqipërinë në momentin e fundit në buzë të humnerës dhe e kanë tërhequr duke e shpëtuar nga një tjetër kolaps si ai i piramidave. Borxhi ka qenë 70% zyrtarisht, por shumë më i lartë në fakt me gjithë borxhin e fshehur që ne e gjetëm dhe e adresuam, dhe sot ne kemi ullë në 54% që është brenda normës dhe që do të thotë se financat tona, do të thotë se ekonomia jonë janë mbi themelet sigurta. Dhe nga ana tjetër shikoni se çfarë ka ndodhur me kredit e këqija. Në kohën e atij borxhi kur ne morëm detyrën, qereku i kredive nëpër banka ishin të këqija, që do thotë që bankat kishin dhënë kredi, klientët nuk i pagunin dot. Dhe kur shkon qereku, atëherë bankat fillojnë dhe lëkunden. Dhe aty është momenti kur mund të kalohet në kolaps. Se çfarë ndodhte? Këneta jepte tendera, Medemek lidhte kontrata për të bërë rrugët. Këtu afër në anën tjetër ju keni një rrugë që quhet Qukës Qaflloç për shembull. Më në fund për pak ditë, për pak javë, në fund verës, edhe ajo do të hapet dhe do të përfundojë. Po sa vite u deshën? Sa vite u deshën sepse ishte një katastrofë, me një projekt skandaloz. Dhe kështu me shumë projekte të rrugëve, po ajo që ishte më e rënda ishte që kompanive nuk i jepeshin lekët. I thoi shkoni për banka, merrni kredi, ne do t'ja u japim. Dhe në fund, kompanitë ndalun, rrugët me të rrugëve
shteti s'kishte lek të pagunte kompanit. Kjo ka qenë situata. Dhe shikoni sot ku janë kreditet këqija, në 4% që është norma normale e çdo vendi. Vazhdojmë. Këtu jemi tek përqindja e popullsisë në rrezik për varfëri. Ka qenë shumë më lartë. E kemi zbritur në 2017 dhe në 23 dhe sot jemi në 20% që jemi në një mesatare të shumë vendeve në rajon edhe në Bashkimin Evropian. Vazhdojmë. Këtu jemi tek mesatarja, po e vazhdojmë, nuk ka problem, vazhdojmë. Këtu jemi tek tregu i punës. Kjo është papunësia. Kemi pas një papunësi zyrtare 17.5%. Sot për e të parë papunësia në Shqipëri është nën 10%, është një shifrore, 8.8. Dhe shumë njerëz thonë, dele ullët se kanë hik njerëzit, nuk ka lidhje fare. Përqindja e papunësisë matet me forcat e punës, pra aty nuk maten pensionistët ose fëmijët. Sa forca pune janë në dispozicion, sa për tyre janë në punë. Vazhdojmë. Këtu jemi të punësuarit dhe kjo vlen për të gjithë ata që duke përqeshur thonë ku i keni 300.000 vende pune, ku i keni 300.000 vende pune. Në vitin kur ne morëm detyrën, ishin 1.023.000 të punësuar. Këta janë 1.023.000 emra dhe mbi emra. Njerëz të punësuar në regjistrat e shtetit, të regjistruar që paguajnë detyrime shëndetësore dhe shoqërore. Sot, këta janë 1.327.000. Tani, nga 1.023.000 ke 1.327.000, si pas aritmetikës që kam mësu unë në lice artistik, më duke se janë 300.000 e diçka më shumë, apo jo? Pra, ja ku janë 300.000 vendet e punës, ndërkohë që aritmetika është në hall të madh, se ne menum që e pam hatan më të madhe kur thoshte Luli 77-42, po tani doli bufi 77-6 milion. Ndërkohë që llogaria këtu është 304.000 vende pune plus. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të punësuarit, shikoni sa ka qenë përqindja e njerëzve që merrnin më pak se 40.000 lekë. 60%. Shikoni sa ka rënë. Pra, pagat sot janë jo të mjaftueshme, por janë shumë më të larta se që ishin. Vazhdojmë. Kjo është rritja e pagave, këtu jemi tek paga minimale. Sot e kishim 150, sot e kemi 400 euro, në janar të 2025, të 2026, në fali, do të bëhet 500 euro, dhe brënda mandatit 4 do tjetë 650 euro minimalja të paktën. Vazhdojmë. Këtu jemi tek rritja e pagave në tërësi dhe ja ku është paga mesatare. 848 euro është paga mesatare e bashkuar sektori publik me sektorin privat. Vazhdojmë. Kjo është paga mesatare në sektorin publik, 1.000 euro, ndërkohë që ka qenë 370 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pensioni mesatar me vitet plota pune, që e kemi 300 euro, por ajo që ne e dim shumë mirë që është problemi kryesor është numri i madh i pensionistëve me një pension shumë të ulët. Dhe objektivi ynë është që brenda mandatit 4 të realizojmë që në Shqipërinë 2030 të mos ketë më asnjë pension nën 200 euro. Vazhdojmë. Ecim, s'ka problem, ecim. Këtu kemi një shifër që është, e kam sjell për herë të parë këtu në librazh, janë 300 milion euro në vit që jepen për kompensime të tjera për pensionistët. Janë 80 milion euro për kompensime të ndryshme mujore.
janë 161 milion euro për bonuse të njëhershme. Janë 57 milion euro për rimbursim barnash. Vazhdojmë. Këtu vim të taksat. Kemi bërë një ndryshim si dita me natën me taksat. Kemi hequr taksën mbi pagën për 57% të punësuarve që nuk paguajnë as i taks mbi pagën, ndërkohë që pagunin gjithë nga 10% më parë, dhe sot 93% të punësuarve paguajnë më pak se 10%, dhe nga kjo i kemi kursyer njerëzve që punojnë 145 milion euro në vit, që më parë i merrte qeveria si taks, ndërkohë ne ja kemi lënë arkës familjes tyre. Dhe në 10 vjet ato bëjnë 1 miliard e 450 milion euro që nuk i ka marrë qeveria, por ja ka lënë njerëzve. Vazhdojmë. Këtu jemi tek një raport që për ne, për Partinë Socialiste, për mua shumë i rëndësishëm, pabarazia gjinore, pabarazia mes burrave dhe grave. Kemi qenë të 83-tët në klasifikimin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, sot jemi në vend 23, sepse kemi shumë më tepër pjesëmarrje të grave në jetën publike, në jetën aktive ekonomike. Dhe po të ecim pak më tutje, kemi shkallën e papunësisë për gratë, e cila ka rënë dhe ajo nën 10%. Vazhdojmë. Kemi pjesëmarrjen e grave në forcën e punës, ku ne morëm detyrën vetëm 50% e grave të afta për punë merrnin pjesë në forcën e punës. Sot janë gati 70%. Vazhdojmë. Këtu jemi tek paga mesatare e grave, edhe ajo ka shkuar lart, është pak fare më e ulët se e burrave. Vazhdojmë. Këto janë investimet e huaja, edhe këtu në raport me rajonin kemi një rritje shumë të konsiderueshme të investimeve të huaja. Vazhdojmë. Këtu jemi tek eksportet. Këneta dhe ato kukumjaçkat e mbrëmjes në për pasqyrat e moçaleve televizive përsërisin që në Shqipëri s'prodhohet asgjë. Në fakt, eksportet janë një tregues i drejt për drejt se sa prodhohet e si prodhohet. Ne, kur morëm detyrën, kishim një Shqipëri që eksportonte më pak se 3 miliard euro, sot eksporton më shumë se 9 miliard euro. Është trefishi. Vazhdojmë. Këtu jemi tek biznesi i vogël, edhe dua ta përsëris atë që kemi thënë. Kur ne morëm detyrën, qoftë ai lokali aty, qoftë 15 kaçi në Tiranë, pagunin 10%. Një gjë shumë e padrejtë. Ne e ndryshuam dhe ai lokali aty pagun 0 taks, pagun edhe 0 TVSH nëse ka më pak se 100.000 euro xhiro në vit. Ndërsa nëse ka deri 140.000 euro xhiro në vit, pagun 0 taks dhe pagun TVSH. Dhe shikoni se si kanë ndryshu normat e fitimit për biznes në vogël. Këto janë para që shteti merrte për vetë në vetë, çdo vit, nga biznesi i vogël. Ne i kemi lënë në arkën e familjeve të atyre që merren me biznes vogël, dhe siç kam thënë, sot jemi në vetëm 11% të bizneseve në total në Shqipëri që paguajnë tatim fitimi, dhe deri në vitin 2029 të gjitha bizneset e vogla do ta kenë 0 taksën. Siç e kanë. Nuk do kenë taks mbi fitimin e tyre, sepse ne duam që ata të vazhdojnë të forcohen dhe të kalojnë në nivel tjetër më pas. Vazhdojmë. Këtu jemi te pagat e mjekëve. Kanë vajtur 1.670 euro paga mesatare e mjekëve, dhe do shkoj 2.000 euro në Shqipëri në 2030. Vazhdojmë. Këtu jemi tek programet sociale. Ne kemi angazhuar shumë në programet sociale. Janë afro qerek miliard euro që
janë angazhuar në programet sociale. Sot, Ministria jonë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka i buxhet për 1 miliard. Dhe shumë programe sociale dhe shumë përgjegjësi dhe mbështetje për bashkitë që tani më janë motor i këtyre programeve. Këto janë, nuk po i marrë gjitha me radhë, po janë shërbime për të moshuarit, janë shërbime për persona me nevoja të veçanta, janë shërbime për fëmijët, për viktimat e dhunës, shërbime për grupet nevojë. Dhe ky është një program i veçantë për nënat e papuna me 3 fëmijë ose më shumë, për të cilat për disa vitesh tani më qeveria jep 25 milion euro në vit për t'ju paguar sigurimet shëndetësore dhe shoqërore, që në momentin kur ato dalin pension mos mbeten pa pension për shkak se s'ka punu dot se kanë pas shumë fëmijë, por të kenë një pension dinjitoz. Vazhdojmë. Ky është bonusi i bebes. Ne kemi dhënë për 227.000 fëmijë për sa lindur bonusin, 400 euro për fëmijën e parë, 800 euro për të dytin, 1200 për të tretin, dhe duke filluar nga viti i ardhshëm do të ndryshojnë sistemin dhe nuk do t'japim më çekun direkt maternitet, por do t'japim çdo muaj për fëmijën e porsalindur një mbështetje për nënën. Vazhdojmë. Këtu jemi tek mësuesit. Sot paga mesatare e mësuesve ka shkuar 950 euro, do të shkojë 1250 në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Këtu jemi tek mbrojtja. Është shumë e rëndësishme, sepse edhe kohërat që po kalojmë nuk janë të lehta dhe shikoni sa e kemi rritur buxhetin e mbrojtjes nga 28 milion në 280 milion euro dhe më pas do të shikoni se sa kemi rritur mbështetjen për ushtarakët. Paga mesatare për ushtarakët sot është 1550 euro dhe do vazhdoj të rritet. Kemi pas ushtrin më të keq paguar dhe më të keq pajisur të rajonit. Sot kemi ushtrin më të mirë paguar rajon, përfshirë dhe ushtrinë e Serbisë dhe do të vazhdojmë të rrisim. Ambicia jonë është që ushtarakët shqiptar të kenë një pagë mesatare sa mesatare ushtrive të NATO-s në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Tani këtu kam sjellë dhe një pasqyrë edhe pak durim për investimet në qarkun e Elbasanit. Dhe këto pasqyra besoj janë të rëndësishme për njerëzit i shohin se është shumë e vështirë ta marrësh vesh sot se çfarë ndodh në Shqipëri në jetën e përditshme të punës përditshme. Nëse i referohesh ekraneve, kanaleve, portaleve, aty se merr vesh i pari i dytin dhe aty duket sigur në Shqipëri ka vetëm keq, ka vetëm ngjarje dhe vetëm probleme dhe në Shqipëri nuk punon njeri, në Shqipëri s'ka ujë, në Shqipëri s'ka drita, në Shqipëri s'ka bukë, nga Shqipëria ikin gjithë, vdesin njerëzit rrugëve, varrezat janë plot, s'din ku të varrosin njerëzit. Kjo është situata e asaj Shqipërie që kanë në kokë ata farë burrash që shtrihen çdo natë nëpër ato berberhanet që quhen debate politike televizive edhe komentojnë çfarë ju sajon mendja mëngjes e komentojnë ndarkë si fakt. Në ndërkohë që kur sheh se çfarë ka ndodhur, jo thjesht se juve shikoni çfarë ka ndodhur Tun Librasht, por është e rëndësishme që të gjithë shohin dhe çfarë ka ndodhur përtej në të gjithë qarkun dhe çfarë ndodh pastaj në të gjithë Shqipërinë. Dhe këtu jam me këtë pasqyrë të qarkut të Elbasanit dhe ja infrastruktura rrugore. Shikoni se çfarë ka ndodhur me infrastrukturën rrugore dhe të gjitha këto damar që shikoni me jeshile dhe me të verdha janë të gjitha rrugë të brendshme të qarkut, qoftë të asfaltuara, qoftë rrugë të bardha dhe janë 295 kilometra, 350 projekte, 1 miliard euro investim vetëm për infrastrukturën rrugore të qarkut të Elbasanit. Vazhdojmë. Këtu jemi tek investimet në automotive, 13.2 milion euro, vazhdojmë. Këtu vim tek rigjenerimi urban, ku hyn edhe çfarë është bërë këtu në Librasht.
95 projekte, 20.4 milion euro. Vazhdojmë. Për turizmin dhe mjedisin në qarkun e Elbasanit, kemi investu në 27 projekte, 3.4 milion euro. Vazhdojmë. Ja dhe ujësias ka realizimet. Legjenda e madhe urbane e kanaleve dhe portaleve Tiranës që në Shqipëri s'ka ujë dhe që ne s'kemi bërë asgjë për ujin. Në ndërkohë që kjo është vetëm për qarkun e Elbasanit, 122 projekte ujësias ka realizimesh për 135 milion euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek infrastruktura energjetike, rritja e cilësisë së shpërndarjes së energjisë elektrike në të gjitha shtëpitë, 138 milion euro, 56 projekte. Vazhdojmë. Dhe këtu jemi tek bujqësia, 132 projekte, 44 milion euro, mbështetje nga qeveria për bujqësinë. Këtu jemi tek arsimi, shkolla, kopshte, qerdhe, palestra, 41 milion euro, 95 projekte. Këtu jemi tek sporti, investimet për sportin, 12 milion euro, 25 projekte. Kultura, 20 projekte, 3.1 milion euro. Dhe shëndetësia, qendra shëndetësore, Spitali Elbasanit patjetër, 23 milion euro, 83 projekte. Dhe në totalin e vet në mandatet tona ne kemi angazhuar vetëm për qarkun e Elbasanit 1.5 miliard euro. Këto shifra, motra dhe vlezër, për t'i bërë bashk në krahasime që kanë bërë të tjere, duhet me shku shumë vite larg. Kur kam marrë Librazh, ju kam thënë, na jepni besim, na jepni mbështetje, do bëjmë për Librazhin më shumë se që kam bërë gjithë tjerët marrë së bashku, dhe ja ku e kemi bërë. Sot ju them, kini besim, të vazhdojmë përpara, sepse tani më kemi edhe mundësinë historike që Shqipërinë ta bëjmë pjesë të familjes bashkuar europiane dhe ta fusim në shtëpinë e përbashkët e Europës. Dhe për të bërë këtë na duhet që në 11 maj të jemi sa më të shumt, që të krijojmë një fuqi vendimmarrëse sa më të madhe në Tiranë për të mbyllur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian brenda 2027-s dhe me Shqipërinë, me BE-n në Europë, besojeni, do të bëjmë për Librazhin dhe për Elbasanin shumë më tepër se sa gjithçka kemi bërë ne dhe ata përpara nesh së bashku deri më sot. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe shumë respekte për ju.